Fillojmë ndërtimin e objektit C. Do të mundohemi ta ndërtojmë në mënyrën më të thjeshtë të mundshme. Do të na duhet të ndërtojmë disa shtresa. Le të themi dua të ndërtoj, paraprakisht sigurohemi që kemi zgjedhur akadisën. Japim new, akadisë, open. Ndërtojmë një 3 shtresa. Layer Properties Manager, akse, konture, dimension. Në rregull, akset me ngjyrë të kuqe, color index 1, dimensionet me color index 5 dhe konturet me color index 82. Trashësia e vijave të kontureve 0,6. Trashësia e vijave të akseve, trashësia 0,25, pak më pak se BT2, dimensionet BT4, 0,15. Okej, tipi vijës së akseve, load, center, dysh. Center, dysh. Ja japim akseve. Bëjmë shtres të punës, stresën konture, në rregull, gjithë vizatimi është në rregull. Tek workspace setting, klikojmë 3D modeli, pra tek workspace switching, klikojmë 3D. Jemi në ndërtime tridimensionale. Tek navigation, klikojmë home për të shkuar në 3D. Është afishuar vetëm një kuti e gridit, të cilën e kemi 10 me 10, që në si ka. Atëherë, ndërtimin, unë do t'a bëj në një katërkëndësh, pra do t'a bëj në një kuboid, do të ndërtoj bazamentin, pjesën e ngritur, dhe pjesën trekëndore, pastaj të gjitha këto do t'i pres si pas një cilindri, dhe do mbaj pjesën e brendshme, pjesën e jashtme, dua ta heq. Në rregull, fillojmë. Ndërtojmë kuboidin 100-100 si katror, ose katërkëndësh, nga kjo pikë at 100, presje 100 sipas x-it, 100 sipas y-it. Në mënyrë që UCS-ja të dalin majtas poshtë, shkruajmë UCS ikon, no origin, mos ma afishon origin, po afishon majtas poshtë. Klikoj 2 herë rrotacilën e mausit për të marrë një zoom-on, gridi më shumë prish punë në 3D se sa afishon atë që duhet, kështu që e heqim. Me një vijë bashkoj këtë mes me këtë mes. I jap një offset, kjo për masa është 20, offset 20, një kopje paralele të kësaj në këta anë, të kësaj në këta anë. Repeat offset, distanca 20, ok. Vijën e mesit mund ta fshi. Nuk më duhet më. Ok. Në rregull, çfarë më duhet të ndërtoj? Ndërtoj 3 shkallëzime. Press pull. Kjo, multiple, dhe kjo, enter, do t'i ngrejmë të dyja në lartësinë 20. Një pamje konceptuale, ja ku e kemi. Press pull përsëri, kjo e mesit do të ngrihet në distancën 20. Ok. Enter për të dalë nga press pull, ose butoni right click, butoni i dyti mouse. Ndërtoj trekëndçin. Po trekëndçin do më duhet ta ndërtoj në këtë rafsh, në rafshin front. Atëherë çoj UCS-n në front, në rafshin front. Dua të ndërtoj një trekëndësh, ja ku e ndërtoj, trekëndësh. Nga kjo pikë do të duhet të përdor ndërtimet ortogonale. Në këtë drejtim 60, në rregull. Okej. Atëherë në drejtimin lart sipas y-it
le të themi që nuk e dua kështu, por e dua nga mesi i kësaj vije lart, lartësia totale është 90, lartësia e kësaj pjesës vogël është 20, atëherë lartësia e trekëndshit është 70. 90 minus 20, 70. Bukuri, enter, ose e bashkoj me këtë pikë, vi përsëri, e bashkoj me këtë pikë. Ndërtova një lartësi, rregull, e bashkova me ekstremet e segmentit 60. Bukuri, press pull, këtë segment e dua në këtë drejtim, në fakt AutoCAD e ndërton sipas drejtimit pozitiv, pra ndërton kështu, e dua 100. Sa kam dhe 4 këndsh. Enter. Dua ta spostoj këtë objekt, move, prej kësaj pike, ta çoj diku këtu në fillim, move, previous, objektin e mëparshëm, ta marr nga kjo pikë sipas këtij drejtimi, ta spostoj. Tani kjo është 100, minus 60 bën 40, atëherë do ta spostoj sipas këtij drejtimi 20, që ta çoj në mes. Të katër këto objektet, 1, 2, 3, 4, do t'i bashkoj me njëri tjetrin. Atëherë, solid union, të katër këta solid, mi bashkon në një copë, ja kemi të formuar këtë solid. Në rregull, këtë ndërtim ndihmës dua ta fshi. Okej. Këtë solid dua ta spostoj. Okej. Këtë ndërtim ndihmës dua ta fshi. Okej, ja ku jemi. Dua që të shkoj jo në VCS, shkoj një herë për momentin. Okej. Nuk dua në rafshin top, po dua të shoh nga ana e poshtme e tij. Atëherë, metra dë orbit, në rregull, shkojmë në pjesën e poshtme. Në pjesën e poshtme dua të ndërtoj një rreth që të ketë këtë 4 këndësh si kufi. Atëherë, ndërtoj një rreth me opsionin 2P, bazuar në këtë pikë mesi, bazuar në këtë midpoint. Okej, ja ku kam ndërtuar rrethin, bazuar në këto 2 pika. Ku është rrethi? Shkojmë në ndërtimin 2D wireframe, në afishimin 2D wireframe, më duhet rrethi, ky është konceptual, ky është me vija të dukshme dhe të padukshme. Okej, ky është afishimi më i mirë për momentin. Më i mirë i mundshëm. Themi press pull me këtë kontur multiple, sepse dua të përdor edhe këtë, edhe këtë, edhe këtë. Enter, dua që të pres gjithçka. Ja ku kemi të prerë gjithçka. Me një paraqitje konceptuale e çojmë home, ja ku kemi objektin e dëshiruar. Pra, çfarë bëm? Nëse do ta merrnim si unë po e rrotulloj një çik objektin, për ta rrotulluar shift, mbajtë shtypur, me butonin e mesit të mouse-it ta rrotulloj, marr një paraqitje, një 3D orbit të objektit tim. Mund ta shoh nga çdo kënd i mundshëm, për ta çuar në home me një klik të mouse-it të çoj. Një paraqitje me vija të dukshme, një paraqitje me realiste e objektit, një paraqitje e tjera, shades with gray, pra me ngjyra gri, sketching, ose wireframe dhe pastaj konceptuale në e paraqitjen tonë. Bukuri. Në qoftë se ta kisha llogaritur si proces formimi, mora objektin tim, 4 këndor, pra një prizm 4 këndor, hoqa prej tij copat, dhe në fund fare e tornova që të marr këtë objekt me këtë paraqitje. Pra, e mora si profil 4-or, dhe më pas e tornova për ta kthyer në një
sipërfaqet jashtme cilindrike. Për të krijuar paraqitjet e tij në layout, le të themi Page Setup Manager, modify, dua një printin PDF, dua një ISO A3 full bleed, ISO A3 full bleed 420-297, shkalla 1:1 e objekteve që do të ndërtoj në layout, ok, close. Nuk e dua fare këtë lloj paraqitje, do t'i gjeneroj vetë të gjitha paraqitjet, 3 pamje të izometri, dua të ndërtoj kornizën, dua të pozicionoj sa vend me zë stampa, atëherë ndërtoj me saktësi të pranueshme at 420 presje 297. Kjo është fleta, 4 këndësh from. Bazohemi këtu, spostohemi 25 sipas X-it, 5 sipas Y-it, ndërtojmë kornizën at 390 presje 287. Në rregull, të dyja këto e mira do të ishte ti kisha ndërtuar në shtresën 0, ja ku i çoj. Vazhdoj ndërtimin në shtresën 0. Okej. Për të ndërtuar stampën, normalisht stampën e ndërtojmë si blok, nuk i futemi asaj pune, duke menduar që është trajtuar gjëre gjatë në laboratoret e tjera. Ndërtojmë 4 këndësh nga kjo pikë me dimensione, sipas X-it 160, sipas Y-it 36, dua nga 4 këndës të mundshëm këta. Pozicionoj në layout, dua bazuar nga modeli, dua pamjen ballore, kjo është pamja ballore, ok, pamjen horizontale, ose nga sipër, pamjen anësore, dua paraqitjen izometrike. Ja ku e kemi dhe paraqitjen izometrike. Mund të afishoj në pozicionin më të mirë të mundshëm. Enter, kam gjithë afishimet e dëshiruar. Në rregull, siç e shikoni këtu vijat e dukshme dhe të padukshme mbulojnë njëra tjetrën, kurse në paraqitjen izometrike vijat e padukshme duken të ila. Në rregull, me dasht mund t'i heq nga paraqitja izometrike. Mund të shtoj tek annotation përpara se të shkoj aty. Shkoj tek shtresat, përcaktoj shtresë të punës, shtresën akse, shkoj tek annotation, vendos center line, pra boshtet për këtë cilindër, po me qenë se këtu mbi vendoset një vi konturi me vijën e qendrave, shumë e papëlqyeshme është, e heq fare. Në rregull, vendos një center line nga kjo vi dhe kjo vi aksin e simetrisë, center line nga kjo vi në kjo vi aksin e simetrisë, mundet që t'i zgjas paksa duke klikuar shigjetën, mund t'i zgjas në të dy anët. Mund t'i spostoj paksa, mos t'i lë kaq lart, ok, spostoj edhe paraqitjen horizontale, e zbres një çik më poshtë, në mënyrë që ta shfrytëzoj fletën sa më mirë mundshëm. Ok, t'i lë vend edhe dimensioneve. Këtu e mira të mirave është që vijën aksin vertikal mos ta vendos, nuk e vendos dot si vi aksit, por mund ta vendos si vi. Vertikale nuk e vendos dot sepse mbulon këtë vi konturi, gjë që nuk më pëlqen. Ta vendos. Vendos zgjatimet e saj në të dy anët, zgjatimet e aksit në të dy anët. Ok, e kam vendosur si center line në dy paraqitje. Këtu nuk e kam vendosur si center mark, po e kam vendosur si vi. Këto vija janë të shoqëruara me konturet, aksi simetrisë të cilit janë, sido që unë t'i spostoj pamjet, vijat ndjekin simetrinë e objektit. Në rregull? Kurse për objektin, për pamjen horizontale, duhet jemi që i kujdesshëm. Në momentin që spostoj pamjen, duhet spostoj
edhe aksin. Okej, i plotësuar dhe me dimensione do të ishte realizimi i dëshiruar. Okej, nëse i japim print, continuous single page, i japim OK, vizatimi tridimensional, 3D varianti C, save, hapet PDF-ja e këtij objekti, shikoni, e afishuar. Pra AutoCAD ka llogaritur, ka gjeneruar të gjithë vizatimin izometrik dhe trepamjet. Në fund të fundit, le të përdorim teknologjinë, le të kryej llogaritjet për ne teknologjia. Në fundit të vëmë në zbatim ato njohuri që kemi marrë për të realizuar objektivat tanë. Okej, kaq për këtë variant.